nuk kemi pasur mundësi edhe pse kemi pritur shumë Fjolla, linjen ose rrëfimin e jetës tënde, nuk e pam në Big Brother. Po, me thonë drejtë, nuk ka qenë qëndrimi shkurt, 30 ditë, një muaj, kështu që brenda një muaje kemi pritur një rrëfim. Brenda një muaje, une nuk e ndjesha brenda që ta rrëfej jetën time në lloj jo nga produksioni, po nga personat që ishin brenda aty. Edhe nuk isha gati për me dhonë një rrëfim tillë. Nuk u hape me banorët aty që deri në atë pikë që me tregu? Nuk ish persona serioz aty, ishin do gjona se jeta ime është pak më ndryshe dhe e ka një karierë ko gjatë gjatë, që thojna, po kuptan. E kam ko gjatë shumë një karierë, jo vetëm për karierë, pa aty dush me folë edhe për privatësitë tua, për jetën tone, për krejtë se derisa hen me një reality show dush me konë vetvetja edhe mi dhonë publikut gjithë shka. Edhe aty nuk ishin as temat, as nuk vike momenti për me folune. Po diçka e përgatitur nga produksioni, që në përgjithësi shumicës edhe i është bërë një rrëfim jete ku ti futesh në dhomën e rrëfime? Unë pas propozem, ndaj Olsës po, ndaj produksionit, po unë mendova që nuk është... Nuk ja vlen, nuk ishte momenti. Nuk ishte momenti të flasëm mrena. Po. Okej, kemi mundësin këto. Fjolla si shumë e re, si 5-16 vjeqare, nëse nuk gaboj, je bërë e njohur, ke qenë e njohur, sidomos për rrethin tënde më pas edhe për publikun. Cila ka qenë fëmiria jote? Fëmiria ime ka qenë unë kom jetu në bas teatrit kombëtar, shpina aty e kom, edhe... Në me thonë, këtë e kemi kuptu dhe e dim të gjithë që je një prishtinalike e vjetër, po nuk e kemi ditur lokacionin tamam, kështu që pas ka qenë bas teatrit kombëtar. Bas teatrit kombëtar, thirët të katërlullat të kasalartë, është ajo pjesa e mahallës tonë. Po. Aty jam rritë dhe aty kom... Zhvillu fëminin, po. E kom zhvillu... Kom qenë shkollën e Elena Gjika, pas taj kështu... Fëmiria ime ka qenë pak jo edhe qash nga jeta e bukur, gjithmonë e kom pas jetën e bukur, se e kom pas edhe familjen shumë përkrase, që më kanë ofru një jetë shumë të mirë, si fëmi. Mas njëna e pata një humbjet madhe babi, në ndroj jetë. Ke qenë në shkollë fillore? Po në moshën 12 vjeqare. Edhe në moshën 12 vjeqare e përjetova shumë keq se babin e kom pasën shumë, kom qenë e lidhë me të shumë e afërt. Edhe ishte një humbje shumë e madhe. Si e kalove këtë dhimbje, Fjolla? Dhimbje që nuk kalon kur, me të tonë drejtën, nuk kalon kur, unë e kom përjetu shumë keq. Pse e kom përjetu, me të tonë drejtë asë nuk shesha në shkollë, e ndala shkollën, i ndala gjitha. Ma shumë se me mami një më kone lidhët. Që ka ndodhë dhe kur o dalë, dikon edhe me shokën e përmasi. E shku pas ti, po. Zakonisht qikat janë shumë të lidhë me babën. Edhe kjo ka qenë